Diskutuam për një sër çështjes. Kryesorja natyrisht ishte obligimi në bazë të nenit 95.4 e Kushtetutës që këto konsultime të ndodhin para caktimit të mandatarit tjetër. Dhe diskutuam në rrjedhë të kësaj, në qoftë se dikush nga partitë politike që ishin të ulura rreth asaj tavoline e kanë shumicën e nevojshme për të krijuar qeveri apo jo. Besoj I keni dëgjuar përfaqësuesit e partive politike rreth qëndrimeve të tyre. Ata disa kishin qëndrime që nuk mund të krijojnë shumicë, kishte edhe qëndrime që dëshirojnë të takohemi sërish për të parë mundësinë e propozimit të një mandatari të ri. Megjithatë, ju e dini që sipas Kushtetutës, institucioni presidencës I ka 10 ditë deri në marrjen e vendimit në qoftë se mandatohet mandatari I dytë apo jo. Ky afat ka dhënë deri me datën 5 nëntor. Deri me atë datë, unë do të komunikoj sërish me kryetarët e partive. Jo domosdoshmërisht do të mbaj takime individuale me secilin, sepse ka disa që mendojnë që tashmë është ezauruar çdo mundësi, por megjithatë do të jem në komunikim me ta. Dhe kushdo që ka gatishmëri që të takohemi sërish për të parë përfundimisht se a ka mundësi për caktimin e mandatarit tjetër apo jo, unë do t'i pres në takim. Siç e dini, aktgjykimet e gjykatës kushtetuese kanë lënë në diskrecion të presidentës çështjen e mandatarit të dytë dhe ky diskrecion do të shfrytëzohet pra përgjatë ditëve në vijim para vendimit final, që më së largu do të jetë me datën 5 nëntor, por gjithsesi para se të skadoj afati kushtetues lidhur me caktimin e mandatarit tjetër. Tani në rast, a do të ketë propozim për mandatar tjetër apo jo, është çështje partive politike të përfaqësuara në kuvend, sepse siç ju thash kishte qëndrime jo unike, pra nuk kishte unanimitet të plotë rreth asaj se a mund të ketë mandatar tjetër apo jo. Çështja e dytë që e kam ngritur është në qoftë se mund të gjejmë një rrugë përpara me dakordim të partive politike për procedim të buxhetit dhe planit të rritjes, një instrument I Bashkimit Evropian nëpërmjet cilës Kosovës I jepën mbi 800 milion euro dhe sa më shumë që kemi vonesa, aq më shumë ne mund të humbasim qasjen në këto fonde. Dhe ai dokument kërkon ratifikim prej 2/3 në kuvend. Nuk ishte gatishmëri nga një numër I madh për procedim të buxhetit I cili sot ishte miratuar nga qeveria. Megjithatë, unë propozova që të shiqoj mundësi tjera kushtetuese dhe një prej tyre është që të miratohet zgjatja buxhetore, pra që nuk është buxhet I ri, por është zgjatje e buxhetit të vjetër në mënyrë që spaku deri me 31 mars 2026 qytetarët tanë mos të përballen me një situatë ku nuk kanë paga dhe nuk kanë mirëqenie. Do të jem në kontakt me partitë politike në ditët në vijim për të parë në qoftë se ekziston një mundësi e tillë që të procedojmë sipas kësaj metode në mënyrë që të parandalojmë një krizë e cila është e mundshme. Dhe është e mundshme për shkak se ne kemi parë nga zgjedhjet e shkurtit, ka zgjatur shumë certifikimi, pastaj ka zgjatur shumë konstituimi, gjykata kushtetuese akoma nuk e ka sqaruar çka nëse një kuvend nuk konstituohet brenda 30 ditësh. Pra mund të kemi situata kur kemi zgjatje, stërgjatje dhe mund të mbetet vendi pa buxhet. Shpresa ishte që mund të ketë reflektim nga partitë që këto t'i zgjidhim si probleme dhe pastaj menjëherë të procedohet me zgjedhje në rast se nuk ka mandatar të dytë. Po e them në rast se për shkak se kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër në detyrë, ka kërkuar që të më takoj edhe një herë para se të skadoj afati 10 ditor, që është për caktim të mandatarit të dytë, dhe pas konsultimeve që I ka brenda partisë politike që e përfaqëson, do të vi me propozim apo jo, është çështje e tyre, mirë po ne kemi detyrim kushtetues që t'i respektojmë ato afate. Pastaj nëse ka propozim për mandatar të ri, atëherë hyn në shprehje dispozita të reja kushtetuese dhe afate të reja. Është fati keq për Kosovën dhe gjithë qytetarët që nuk kemi arritur, konkretisht partitë politike të përfaqësuara në kuvend nuk kanë arritur që të konsolidojnë, konstituojnë gjitha institucionet përfshi edhe qeverinë.